E hëna 22 qershorit ka nisur me ndryshime në drejtimin e drejtorisë vendore të policisë së Shkodrës. Gentian Berberi është larguar nga detyra e drejtorit pas afro 11 muajsh në krye të uniformave blu të qarkut të Shkodrës. Burime nga policia e shtetit bëjnë të ditur se në vend të tij është emëruar Dashamir Spaho, një emër i njohur për strukturat e policisë së Shkodrës, pasi më herët ka ushtruar detyrën e zëvendës drejtorit në këtë drejtori. Lëvizja vjen në një periudhë të rëndësishme në prag të sezonit turistik, kur strukturat e rendit përballen me një angazhim më të madh në zonat bregdetare dhe turistike. Ndërkohë pak ditë më parë u regjistrua një tjetër ndryshim në policinë e Shkodrës, ku drejtori i përgjithshëm Skender Hitaj pezulloi nga detyra shefin e komisariatit të policisë Bekim Likën, lidhur me rastin e një parcele me kanabis të zbuluar në zonën e Velipojës. Këtë të hënë në vend të tij është emëruar Erion Dume. Kryepolici Gentian Berberi e mori drejtimin e policisë së Shkodrës 11 muaj më parë duke zëvendësuar Fatmir Dheshin. Ky i fundit i larguar nga detyra për shkak të ndërtimeve pa leje në zonën e Thethit. Përpara emërimit në Shkodër, Berberi ka drejtuar drejtorinë vendore të policisë së Kukësit. Ende nuk është bërë i ditur cili do të jetë posti i ri pas largimit nga Shkodra. Nga ana tjetër, Dashamir Spahu rikthehet në qytetin verior me këtë detyrë të lartë, ndërsa së fundmi ka qenë i angazhuar në Departamentin për Kufirin dhe Migracionin në drejtorinë e përgjithshme të policisë së shtetit. Mbetet për të parë, me marrjen e drejtimit të policisë së Shkodrës, se cilat do të jenë lëvizjet dhe hapat konkret që do të ndërmarrë Spaho për drejtimin e një qarku jo të lehtë, siç është kryeqendra e Veriut.